Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj një histori që do t'ju bëj të besoni se fati kthehet gjithmonë dhe se jeta ditë I vendos njerëzit aty ku e meritojnë. Është historia e një kamarieri të thjeshtë, një njeriu që u nënvlerësua, u tall dhe u përbuz nga ata që mendonin se paraja I bën më të vlefshëm, por një ditë ai hyri në të njëjtën zyrë ku dikur e përçmuan. Jo si shërbëtor, por si pronar. Kjo është historia e Ethan Blake dhe Victoria Hale, një histori që tregon se krenaria bie, por dinjiteti ngrihet më lart se çdo pasuri. Kamarieri që askush nuk e pa në qytetin e zhurmshëm të Londrës, midis rrugëve të ndritshme të Canary Wharf. Ndodhej një kafene e vogël, por elegante, e quajtur Morning Grace. Ishte vendi ku njerëzit e pasur ndalonin për kafe luksoze dhe selfie të shpejta për Instagram, ndërsa ata që punonin aty ndjenin çdo ditë peshën e nënvlerësimit. Njëri prej tyre ishte Ethan Blake, 27 vjeç, një djalë me sy të qetë, me një përulësi që rrallë gjende. Kishte përfunduar universitetin me rezultate të shkëlqyera në ekonomi, por jeta si kishte dhënë ende mundësinë që ai e meritonte. Punonte si kamarier për të paguar qiran, ndërsa netëve vonë në dhomën e tij të vogël shkruante ide për një startup që ëndërronte ta ndërtonte një ditë. Ai besonte në diçka që shumë e kishin harruar, se puna e ndershme nuk të ul, të forcon. Një mëngjes me shi, dera e kafenes u hap me një zhurmë të lehtë. Brenda hyri Victoria Hale, një grua rreth të 30-ave, elegante, e veshur me kostum dizajneri dhe këpucë që ndoshta kushtonin sa paga mujore e Ethanit. Ajo ishte bi e një biznesmeni të njohur londinez, e mësuar me luks dhe arrogancë që vinte nga paraja e lehtë, një cappuccino me qumësht bajamesh. Dhe, të lutem, mos e bëj si herën e kaluar, ishte shumë I ftohtë, tha ajo me ton urdhërues. Pa e par as në sy, Ethan buzëqeshi lehtë, me qetësi, sigurisht, zonjë. Do ta kujdesem personalisht këtë herë. Victoria ngriti syt, e pa atë për një çast dhe qeshi me përçmim. Ti ndoshta kujton se ndonjëherë do ngjitesh më lart, apo jo? Londra është plot me njerëz që ëndërrojnë, por shumica përfundojnë duke shërbyer kafe. Ajo mori pijen, la disa monedha si bakshish dhe doli, pa e ditur se fjalët e saj po e ndeznin një zjarr të heshtur brenda djalit që ajo sapo e talli. Netëve në apartamentin e tij të ftohtë, Ethan filloi të punonte për idenë e tij, një platformë financiare për të ndihmuar njerëzit e zakonshëm të investonin me tarifa të ulta, një mënyrë për t'u dhënë shans atyre që nuk lindën me pasuri. Ai e quajti projektin e Qytypath, rruga drejt barazisë financiare, por askush se mori seriozisht. Shokët I thanë se ishte ëndërrimtar, investitorët e refuzuan, dhe jeta dukej se I tregonte përditë se kishte gabuar në rrugë. Megjithatë, ai nuk u dorëzua. Punonte ditën, ndërsa natën shkruante kode, plane biznesi dhe mesazhe për bashkëpunëtor potencial. Një natë, kur u kthye në kafene për ndërrimin e dytë, gjeti Victorian aty sërish. Këtë herë me një grup miq që qeshnin me zë të lartë. Kur ai u afrua për t'u marrë porosin, një prej tyre, një burr I veshur në kostum të shtrenjtë, tha me ironi, ja shiko këtë. Ndoshta ky kamarieri ka një ëndër për t'u bërë milioner një ditë. Të gjithë shpërthyen në të qeshura. Ethan mbeti I qetë. Ndoshta një ditë, tha me një buzëqeshje të lehtë, por ndoshta jo për të pasur miliona, por për të mos I trajtuar të tjerët kështu. Fjalët e tij e ngrin për një moment atmosferën, por Victoria u hodh me sarkazëm, sa prekse. Ndoshta duhet të shkruash ndonjë libër motivues. Ajo qeshi sërish dhe u kthye nga miqtë e saj, pa e ditur se po fliste me një njeri që do t'i ndryshonte jetën përfundimisht. Muajt kaluan. Ethan më në fund arriti të siguronte një investim të vogël për startupin e tij nga një mik I vjetër I universitetit, Daniel Cross, I cili pa tek ai një talent të vërtetë. Ata punuan ditë e natë. Dhe brenda 2 vjetësh, e Qytypath u bë një nga platformat më premtuese në fushën e teknologjisë financiare në Evropë. Në konferencat e para që mbajti, njerëzit filluan ta njihnin Ethanin si djalin që filloi nga asgjëja. Ai nuk e harronte asnjë ditë rënien e tij, as fjalët e atyre që e nënvlerësuan, dhe një ditë, fati vendosi të bëjë rrethin e plot. Në vitin e 3 të suksesit, Victoria Hale humbi pa pritur çdo gjë.
Kompania e babait të saj falimentoi pas një skandali financiar dhe ajo mbeti me borxhe, pa mbështetje, pa asnjë njeri që t'i ofronte ndihmë. Në përpjekje për të mbijetuar, ajo kërkoi një punë si asistente në një kompani që po zgjeronte degët në Londër. Aplikoi për një pozitë në një firmë të re financiare me emrin Equity Ltd. Ajo nuk e dinte kush ishte pronari. Në ditën e intervistës, hyri në një zyrë të madhe me dritare që shinin mbi thames. Zemra i rrite fort, por u mundua të ruante krenarin. Sekretarja e udhëzoi: "Zonja Hale, mund të hyni. Zoti Blake do t'ju pres tani." Victoria ngriti syt, emri i tingëlloi i njohur, por nuk guxoi të pyes. Hapi derën. Në tavolinë përballë saj qëndronte ai. E than Blake, i veshur me kostum, me një qetësi që dikur ajo se kishte parë kur. Ajo ngrirë, syt i mbetën të hapur. "Ti ishe kamarierinë?" E than buzëqeshi lehtë. "Në Morning Grace, po. Aty ku më mësove një mësim të mirë për jetën." Victoria u përpoq të fliste, por zëri ju drodh. "Më vjen keq. Se dia. Nuk. Se kisha me qëllim." Ai u ngrit, i ofroi dorën me qetësi. "Nuk ka rëndësi. Ne të gjithë mësojmë në mënyra të ndryshme. Unë mësoj për ulësinë çdo ditë. Ti, ndoshta, sot e ke mësuar për herë të parë." Pas një pauze të shkurtër, ai shtoi: "Dua që të dish diçka, Victoria. Në këtë kompani nuk gjykojmë nga e kaluara e askujt. Nëse je gati të punosh me ndershmëri, dera është e hapur." Lotët i rëshitën lehtë në faqe. Ishte hera e parë që dikush e trajtonte me respekt, edhe pse se meritonte. Në atë moment, ajo kuptoi se fitoria e vërtet nuk është pasuria, por karakteri. Në fund të ditës, ndërsa ajo po largohej nga zyra, e ktheu kokën për ta parë sërish. E tham po shikonte jashtë dritares, dhe ajo ndjeu se po shihte njeriun që dikur e kishte tallur, por që tani ishte bërë shembulli më i pastër i dinjitetit dhe suksesit të ndërtuar me mund. Në javët që pasuan intervistën, Victoria Hale nisi punën e saj të re në Equity Ltd. Ishte një realitet krejt ndryshe nga gjithçka që kishte njohur më parë. Nga vajza që dikur komandonte njerëz me një lëvizje dore, tani duhej të zgjohej herët, të udhëtonte me metro, të mbante dosje dhe të mësonte rregullat e një jete që kurrë kishte përjetuar. Në zyrë, punonësit e tjerë e shihnin me kureshtje. Disa e njihnin nga gazetat e vjetra, ku dikur ishte përmendur si vajza e miliarderit të teknologjisë, Harold Hale. Tani ajo ishte thjesht një asistente që po përpiqej të rindërtonte veten, por ajo nuk ankohej. Ishte e heshtur, e përulur dhe punonte me një përqendrim që nuk e njihte më parë. E vetmja gjë që e shqetësonte ishte prania e Ethan Blake. Ai qëndronte gjithmonë profesional, korrekt, por i ftohtë. Nuk kishte asnjë hije hakmarrjeje në sjelljen e tij, dhe pikërisht kjo e bënte atë të dukej edhe më madhështor. Ajo e ndjente që çdo herë që e shihte, zemra i dridhej mes turpit dhe admirimit. Një ditë, gjatë një mbledhjeje, Victoria foli për herë të parë. Kompania po përballej me një sfidë. Një partner amerikan po kërkonte të ndryshonte drejtimin e investimeve, dhe Ethan kërkonte ide për ta ruajtur projektin në kontroll. Të gjithë heshtën. Dhe atëherë ajo ngriti dorën: "Zoti Blake." Tha me zë të qetë: "Ndoshta mund të përdorim modelin e investimeve me ndikim social që unë kam parë nga kompania e babait tim dikur. Nëse e kombinojmë me transparencën e platformës suaj, mund të fitojmë besimin e investitorëve dhe të tregojmë se kjo kompani nuk është vetëm për fitime, por edhe për vlera." Salla u bë e qetë. Ethan ngriti syt, e pa drejtë në sy dhe buzëqeshi lehtë. "Id shumë e mirë," tha ai. "Zoti Parker, shënoni, duam ta diskutojmë këtë në fazën e dytë të planit." Ishte hera e parë që Victoria ndjeu sërish një ndjenjë vlerësimi të vërtetë. Jo për mbiemrin e saj, jo për statusin, por për mendimin e saj. Në fund të mbledhjes, ndërsa të tjerët u shpërndan, Ethan u afrua ngadalë dhe tha: "E mirëprita idenë tënde. Vërtet e vlefshme. Shumë njerëz e humbasin mendimin e kthjellët kur bien. Por ti po mëson të ngrihesh me urtësi." Ajo uli kokën: "Kam bërë shumë gabime.
Dhe ndoshta më e madhja ishte që gjykoja njerëzit për atë që dukeshin. E than unë dalë për një moment dhe tha me zë të ullët, të gjithë kemi qenë dikur versioni që s'na pëlqen. E rëndësishme është çfarë zgjedhim të jemi tani. Ditët kalonin dhe një lloj lidhje e pashpjegueshme filloi të lindte mes tyre. Në fillim ishin thjesht biseda të shkurtra profesionale. Pastaj u bën diskutime më të gjata pas orarit të punës në zyrën Bosch, me dritën e qytetit që ndriçonte përtej xhamave. Victoria nisi të tregonte për jetën e saj të mëparshme, luksin Bosch. Njerëzit fals, miq që u zhdukën sapo pasuria u shemb, e than dëgjonte pa gjykim. Ai e dinte se s'kishte më nevojë të provonte asgjë. Ishte bërë njeri që kishte fituar respektin përmes vlerës, jo lavdis, një mbrëmje, ndërsa po punonin vonë mbi një raport, ajo e pyeti me ndrojtje, e than. A të kam lënduar aq shumë sa s'mund të më falësh kur? Ai ngriti sytë dhe u mendua pak, jo, Victoria. Unë të fala shumë kohë më parë. Sepse po të mbaja urrejtje, do isha ende ai kamarieri që ti e tallje. Falja është liria ime. Ajo u përkul lehtë, me lotë në sy, faleminderit. Nuk e di a do kisha forcë të bëja të njëjtën gjë. Ai buzëqeshi ngadalë, do e gjesh. Njerëzit që kanë humbur gjithçka, shpesh mësojnë si të fitojnë vetveten. Në muajt që pasuan, Victoria nisi të ngjitej profesionalisht, nga asistente u bë menaxhere projekti, duke fituar respektin e ekipit dhe madje edhe të mediave që dikur e tallnin. Artikujt tani shkruanin, ish vajza e miliarderit që u rrëzua, dhe u ringrit nga hiqi. Por ajo e dinte se pas çdo fjale që njerëzit thoshin, qëndronte një burim frymëzimi, e than blake, ai se ndihmoi asnjëherë me favore, as nuk i hapi rrugë. Thjesht e trajtoi me dinjitet duke e lejuar të fitoj vetë çdo hap, dhe kjo e ndryshoi përfundimisht një mbrëmje në festën vjetore të kompanisë. E than mbajti një fjalim, në sallë ishin 10 punonjës, investitor dhe partner ndërkombëtar. Kur përfundoi fjalën për suksesin e kompanisë, ai shtoi, por dua të përmend dikë që më kujtoi diçka shumë të rëndësishme. Se njeriu nuk gjykohet nga e kaluara e tij, por nga guximi për t'u bërë më i mirë. Dua të falenderoj publikisht Victoria Hale për kontributin dhe për përulësinë që ka sjellë në këtë ekip. Salla shpërtheu në duartrokitje, Victoria e ndjeu zemrën që i rrite fort. Ishte momenti që s'do ta harronte kurrë. Në fund të mbrëmjes, ndërsa njerëzit po largoheshin, ajo u afrua tek ai, e than. Dua të them diçka që se kam pasur guxim ta them kurrë. Ai e pa me qetësi, thuaje. Kam respekt për ty më shumë se për çdo njeri që kam njohur. Dhe ndoshta diçka më shumë se respekt. Heshtje, e than i afrohet një hap më pranë dhe thot, Victoria, ndjenjat janë si bizneset, duhet t'i ndërtosh mbi ndershmëri. Dhe unë e di që tek ti ajo ndershmëri ekziston tani. Ata shikuan njëri tjetrin për disa sekonda. Nuk kishte më arrogancë, as përçmim, as largësi, vetëm dy njerëz që kishin kaluar në anët e kundërta të jetës dhe tani ishin gjetur aty ku duhej, në të njëjtin nivel, më vonë, teksa po largoheshin nga hoteli ku u mbajt festa. Ajo tha me një buzëqeshje të lehtë, kush do ta mendonte. Kamarieri dhe milionerja, tani në një kompani, në të njëjtën rrugë. E than qeshi but, jo më kamarier, as më milionere. Tani thjesht dy njerëz që mësuan vlerën e vërtet të jetës. Në muajt që pasuan, kompania e Qutypath vazhdoi të rritej me ritme që askush si kishte parashikuar. Fal idesë së re të Victoria Hale për investime me ndikim social, kompania fitoi një reputacion të shkëlqyer si shembull i ndërmarrjeve që bashkojnë fitimin me qëllimin njerëzor. Tani e Qutypath nuk ishte më vetëm një startup, ishte një lëvizje. Një frymë e re në botën e biznesit që i mësonte njerëzit se fitimi pa moral është varfëri e shpirtit. Në zyrën e tij, e than e ndiqte me vëmendje çdo përparim. Shpesh, kur shihte Victorian që fliste në takime, që udhëhiqte ekipin me maturi e qetësi, ndjente një krenari të thellë. I kujtoi ajo vajza arrogante që dikur i kërkonte kafe me ton urdhërues.
Dhe tani shihte një grua të fortë, të përullur, të pjekur, një shpirt që kishte rilindur, por në heshtje, një ndjenjë tjetër kishte filluar të zgjoheshte tek ai, një ndjenjë që përpiqej ta mbante nën kontroll, sepse frika e përzier me respektin e thellë e bënte të ndalonte çdo fjalë të tepërt. Ai e dinte se mes tyre kishte diçka më shumë se sa bashkëpunim profesional, ishte një lidhje e krijuar nga ndershmëria, falja dhe ringritja. Një ditë, ndërsa Victoria po përgatiste raportet për një takim ndërkombëtar, sekretarja e njoftoi, zoti Blake kërkon t'ju takoj në zyrën e tij. Kur hyri, e gjeti Ethanin të ulur pranë dritares, me dosje të hapura dhe një buzëqeshje të butë në fytyrë. Victoria, tha ai, kam një propozim ndryshe sot. Jo një projekt biznesi, por një ëndër më e madhe. Ajo ngriti vetullat. Një ëndër? Ai u ngrit dhe i dha një dokument. Në faqe shkruaj, The Hale Blake Foundation, për arsim dhe mundësi pune për të rinj që vinë nga familje me të ardhura të ulta. Ajo e lexoi me duar që i dridheshin. Ti dëshiron të krijosh një fondacion bashkë me mua? Po, tha ai. Sepse ne të dy e dim si ndihet kur njerëzit të gjykojnë për pozicionin tënd, jo për shpirtin. Ti e ke provuar nga lartësia e pasurisë, unë nga poshtërsia e paragjykimit. Tani dua që ta përdorim atë përvojë për të ndihmuar të tjerët që janë aty ku dikur ishim ne. Victoria nuk foli menjëherë. E ndjeu zërin që i thyej, kjo është më shumë se një projekt. Është një rikthim në humanitet. Ethan qeshi lehtë. Pikërisht. Dhe dua që ta udhëheqësh ti, ajo uli syt dhe për një moment qëndroi e heshtur. Pastaj tha, po e pranoj. Por me një kusht. Cilin? Pyeti ai, që mos të më shohësh më si dikë që duhet ndihmuar, por si dikë që do të jetë pranë teje në çdo betejë. Fjalët e saj e lanë Ethanin pa fjalë për disa sekonda. Ishte hera e parë që ajo shprehej hapur, pastaj ai u afrua, pa e larguar vështrimin. Victoria. Ndoshta nuk ta kam thënë, por çdo ditë që punoj me ty, ndjej se jeta më ka dhënë diçka më të vlefshme se çdo sukses. Ajo e pa me sytë që i shkëlqenin. Çfarë është ajo? Një arsye për të besuar se njerëzit mund të ndryshojnë vërtet. Heshtja që pasoi ishte e butë, e thellë, e mbushur me çdo ndjenjë që fjalët nuk mund ta përshkruanin. Në atë moment, të dy e kuptuan se historia e tyre nuk ishte më thjesht një mësim jete, por një rrugëtim drejt diçkaje më të thellë, dashurisë që lind nga falja. Vitet që pasuan. Fondacioni Hale Blake u bë një ndër iniciativat më të mëdha humanitare në Mbretërinë e Bashkuar. Ata krijuan programe për studentë që nuk kishin mundësi të shkonin në universitet, për punëtorë që donin të zhvillonin aftësitë e tyre, për njerëz që kishin ëndra, por jo mjete. Në çdo ngjarje publike, Victoria fliste me qetësi, ndërsa Ethan qëndronte gjithmonë pranë saj. Në një prej konferencave më të mëdha ndërkombëtare në Berlin, një gazetar i pyeti publikisht, zoti Blake, a është e vërtetë që fondacioni juaj lindi nga një histori personale mes jush dhe zonjës Hale? Ethan qeshi dhe tha, po. Lindi nga një histori që filloi me përçmim, por përfundoi me respekt. Nga një tallje që u kthye në falje. Dhe nga një filxhan kafeje që u kthye në një jetë të përbashkët. Salla shpërtheu në duartrokitje. Victoria e pa me sy të mbushur me emocione. E kuptoi se, për herë të parë, ai po e pranonte publikisht ndjenjen që kishin mbajtur për vite të tëra të fshehtë. Pas konferencës, teksa po ecnin në rrugët e ftohta të Berlinit, ajo e ndali dhe tha, Ethan, gjithë kjo histori filloi me një kafe dhe mbaroi duke ndryshuar qindra jetë. Po ne? Ai e pa drejt në sy, ne si jemi mbaruar, Victoria. Ne sapo kemi filluar. Ai i mori dorën dhe për herë të parë, ajo nuk e ndjeu më veten të fajë. Por të lirë, ishte një ndjenjë që nuk vinte nga pasuria, as nga fama, por nga ndershmëria e një lidhjeje që kishte kaluar nëpër zjarr dhe kishte dalë më e pastër se kur vitet kaluan. Në hyrje të selisë së Hale Blake Foundation qëndronte një pllak me një mbishkrim, mos gjyko askënd për atë që bën sot, ndoshta nesër do të jetë njeriu që do të mësojë çfarë do të thotë respekt.
Çdo mëngjes, qindra student hynin aty për të marrë ndihmë, udhëzim dhe frymëzim. Disa prej tyre dinin historinë e Ethan dhe Victorias, disa jo, por të gjithë ndjenin diçka ndryshe në ajër. Ishte si një dritë që buronte nga njerëzit që kishin ditur të falin, të ringrihen dhe të dashurojnë pa kusht, dhe kështu, nga një tallje, lindi një perandori e mirësisë, nga një filxhan kafeje, një jetë e re, nga një zemër e thyer, një dashuri që nuk kërkonte asgjë tjetër përveç së vërtetës. Kush fal, nuk humbet asgjë, sepse zemra që fal fiton gjithçka.